Vllaznia ka regjistruar fitoren e parë gjatë fazës përgatitore në Sloveni, duke mundur me rezultatin 1-0 skuadrën e njohur të Superligës rumune Utarad. Sfida u zhvillua pas ditëve të premtes dhe u vendos nga një gol i shënuar në minutën e 26 nga kapiteni Bekim Balaj, pas një rivënie anësore nga krahu i majt. Sulmuesi shtatlart shkodran përfitoi nga një moment në zonë dhe me një devijim të zgjuar me majën e këmbës e dërgoi topin në rrjet, duke dhënë avantazhin skuadrës kuqe blu. Ndonse rastet për shënim nuk munguan për të dyja ekipet, rezultati mbeti i pandryshuar deri në fund të 90 minutave. Vllaznia u paraqit më mirë se në ndeshjen e parë dhe trajneri Edi Martini aktivizoi sërish të gjithë lojtarët në dispozicion, duke vazhduar me rotacionin dhe testimin e skuadrës. Kjo ishte ndeshja e dytë miqësore për shkodranët në tokën slovene, ndërsa javën e ardhshme i pret një tjetër duel me një ekip rumun, Petrolul, përpara se ekipi të rikthehet në Shkodër për përgatitjet përfundimtare në prag të sfidave europiane.